i kërkon Lula, i kërkon Lavatriçja, i kërkon partneri jot ka thënë Lula që unë kam një lidhje shumë të gjatë. Si fillim kam një partner që është shumë kavaljer. Në karaktere ka këtë pjesë dhe në fillimet e lidhjes tonë, unë sigurisht që kam qenë më e vogël dhe këto pjesë me qenë se përmendet lulet, e morëm pra lulet ishin dhe nuk e di kjo lidhje e datave të caktuara që ti i konsideron si gjë që duhet ta shpreh partneri patjetër që të vlerëson në një formë dashurin duke të sjellur këto simbolet buqeta në një dhuratë. Çdo gjë pritur, që ta tregoj. Në ato vite për shkak kam kërkuar si, domethënë kam dashur ta ndjej këtë gjën e dhuratave, e pjesës si vëmendje që ai më kushton mua. Por me kalimin e viteve, për shembull tani, unë nuk i jap shumë rëndësi më këtyre gjërave. Pra, dhe ai zgjedh një formë tjetër për të më thënë të dua. Po gjeste të tjera, por e zgjedh një formë për bërë një vepër, për ta shprehur. Është një mashkull që zgjohet në mëngjes, shkon punon, siguron një jetesë të mirë për mua dhe fëmijët e mi. Mendon për të ardhmen tonë. Tash pyetja ishte tjetër, zanatilla ishte tjetër. Sa të mbaroj Zemina, ju lutem. Pra, nuk mund të jetë, ndoshta s'është kjo pjesa e meshkujve që të bërtet tani fjalët e bukura, po dhuratat por është një mashkull që mua më dhuron siguri, është një mashkull që një ditë në jetën time kur unë jam e mërzitur apo diçka nuk shkon mirë në jetën time, unë kam dikë në krah që kam mbështetje. Është shumë e rëndësishme, patjetër. Historinë. Do të dalem. Jo, tani. Për mua dashuria merr një formë tjetër, po është do të tregoj dashuri, por tregohet që unë këtu jam, por të vazhdon tregohet. Adrola, gjithë të duam, një njerëz të tillë. Mbështetjen të gjitha, po domethënë unë kaq që kam limite. Ama unë jam dakord që ndryshojmë në dashuri. Nuk them unë se dashuria nuk të ndryshon, nuk e thashë. Dashuria kaloi kufit dhe një njeri nuk mund të ndryshojë gjatë një periudhë 5 vjeçare, ti jetë një herë fillimi, një herë po përshtatjen. Do të tregoj një histori është e jetuar, nuk e kam jetuar unë, po. Tregohet. Është histori personale. E kam jetuar unë. Një grua që partneri bashkëshorti nuk e kishte dhuruar kur, po kur fare lule, kur. Më tradhtove i thotë. Hekurosta ajo. Ai ishte duke pirë kafen, në shtëpi. Dhe i vjen burri me lule, e puth e bën. Dhe unë i thash, sa mirë sa dashka këtë, i thash unë, colli dhe lule. Kush i tha? Kush? Thash unë burri, thash unë colli lule, ja ku i ke lule, i thash unë erdi të puthi. Më pas ka trastu, tha. Po si colli që ditë e parë, nuk ke që do më. Po të faktën diamant, me që shka me lule? Diamante e para jemi keq kuptuar sepse unë nuk po flisja për dhurata, po flisja për gestin për me tregu. Dhe ato gjërat e vogla janë shumë të bukura. Për me tregu dashurinë. Dhe e vërteta që vitin e parë mund të jetë edhe natyrë që nuk është rritur, siç po thoshte Adrola, që nuk është rritur në një ambient ku njerëzit e tregojnë dashurinë. Dhe bie përballë një partneri apo partneri që do t'i jepte kënaqësi. Ose ngel trangull ose bëhet njëri dash. Je dakord. Unë jam dakord, ti jemi dakord. Jo, unë jam dakord. Nuk është se s'jam dakord. Unë jam dakord me atë që thua ti. Po që ti kalosh ti limite. Edhe Ori është dakord. Je dakord që s'e kuptuar. Isha shumë dakord. Orozi fiton ti tek kjo lojë. Jo, se kam unë. E lëm barazim. Jo, po jo fiton ti. Jo, do ta lëm barazim. Vazhdoj të mendoj që njeriu duhet të investohet, qoftë edhe me gjestet vogla apo me gjestet mëdha, ta tregoj. Por ju lutem shumë, se urrëtien edhe gratë mos kaloni limitet, se në herë marrin për të mirë qenë edhe pastaj siç thoshte gjyshja, ja u pin lëngun. Miq, ding dong në këtë round fiton brezi i ri i cili këto gjeste i përjeton edhe më thellë se kaq, sepse lexova një lajm që tregonte pikërisht që brezat e ri fillojnë të shqetësohen kur ti si çon ndonjë nga këto videot në Instagram, Reelsa, kota, gjëra për qeshur. Edhe nëse nuk shpërndan për 2 ditë shokut, partnerit, shoqes, se tash partnerit normalisht jo, se 2 ditë pa fol fare çudi e madhe është, po jo s'më do më ose s'ke çuar video për shembull. Është bërë me rak shoku për shokun, se 2 ditë nuk i ka çuar asnjë video.
Se kuptoj këtë gjë, duket pak e çuditshme. Ky është shumë i fortë dashurie mendoj unë. Se imagjino se kanë arrit gjestet e dashurisë së gjeneratës. TikTok e Generata Z po me shoqet çfarë lloj videosh më dalin. I kam të ndara madje, kam shoqe që i çoj vetëm me një video të një konteksti të caktuar. Kam shoqe tjera që i dërgoj gjëra tjera dhe më pëlqen ky lloj komunikimi. Nuk flas ajo që partneri mund të më kërkoj çdo gjë ti tregoj dhe ti jap, vetëm telefonin, chatin e shoqe, mos ta kërkoj. Ska dalë Më falni, kur thoni video, do të në vend të mesazhe që shkruan ti thuaj si je çka ke bërë. Shpërndan video. Ke në Instagram dhe ja dërgon në direct message apo ku diu të parja çon. Unë për shkak të ato që shpërndan nga ndonjëherë se ka ndonjë gjë për artin. Imagjino sa investohen në dashuri. Ka ndonjë pjesë nga këto video shoqëri për qeshur, ka nga më shumë. Në që mendoj se është interesi për bashkët. Dhe këta i shpërndajnë me njëri tjetrin, diçka për qeshur, diçka për mesazhe. Madje unë lexova diku që këta që dërgojnë këto videot edhe këto gjërat kanë probleme me sistemin nervor. Të gjithë me probleme, po se nga Instagrami, se nga Unë që ka mirë fare, se unë dërgoj video miq vetëm 1 orë minutë. Ti do të shohim. Kur shoh Reelsa, do të thënë në një thema, këtë duhet ta shohë filan shoqë. Okej, ka një gjë me motrat. Nëse unë diskutoj në darkë një temë me motrën, të nesërme ka disa video që mi ka çuar motra në inbox për ta vërtetuar që motra ka të drejtë, kuptoj. Jo, ose për të thënë mua që ti je çmendur se ja shiç ato. False edhe. Nëse kuptueshme është që bëhen merak, sepse është një lloj formë komunikimi, e thotë çka ka shoqja sot që për shembull, në këtë bisedë që po bënim pak më parë, në çfarë video do më kishe dërguar ti për shembull Ema mua? Orozi të kam xhanmi. Çfarë fotove ti se do? Në një video nga këto. Duhet të futem të shikoj se unë jam Ema do jetë këto. Nuk do të xhanet e kafe se tufat e luleve. Nuk do bësh merak. Të dihet të bukur. Edhe zemra kot për mua. Jo, do të shoj një video. Po ndoshta ti si rasti që lule një grua.